Hej miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV me të gjithë energjinë e mundshme në fakt për të sjellur ngjarjet, analizat, komentimet më të fundit rreth artistëve shqiptar, projekteve, punës së tyre profesionale dhe jetës private të tyre. Temperaturat e larta, energjinë, pozitivitetin dhe dëshirën nuk e ndalojnë kur, pa marrë parasysh se sa nxehtë apo ftohtë të jetë jashtë artistët shqiptarë dhe konkretisht më i preferuari juaj gjesti, di gjithmonë të mbaj audiencën bërthyer dhe di gjithmonë që të bëj publikun për vete. U rikthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të themi nuk ndau fare kohë me familjen, kur të gjithë preferojnë që të kalojnë disa ditë pushimi së bashku, të argëtohen, të çmallen sepse gjesti nuk është çmallur akoma mirë me prindërit e tij, është 7 muaj që ndroi në Big Brother, doli nga Big Brotheri me shumë intensitet, me shumë punë, me shumë projekte, punoi pafund dhe më në fund gjesti arriti të realizoj ëndrrën e tij dhe sot vazhdon me shumë punë, u kthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, iku në studio, hodhi vokalin e këngës Gasolina, nxori pjesë nga kënga, u komentua kënga e tij, më pas të nxori posterin e radhës, iku për Gjermani dhe me datën 28 pritet të performojë në një nga klubet më të frekuentuara edhe nga artistët e huaj në shtetin gjerman. Unë jam munduar që të sjell një përshkrim, të sjell në mënyrë të detajuar rrugtimin e gjestit dhe çfarë do të ndodhë në fakt me datën 28, si qëndron situata, a ka shqiptarë të cilët janë të interesuar për të qenë pjesëmarrës në këtë eveniment kaq të madh, do të thënë si qëndron numri i biletave e gjithçka në detaje. Pas triumfit dhe popularitetit të jashtëzakonshëm që fitoi gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP, gjesti nuk ka ndërmend të ndalet. Me një rikthim të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku përfol për disa projekte muzikore dhe kontrata goxha të suksesshme, artisti tashmë po shkëlqen edhe më fort në skenën shqiptare dhe atë europiane. Dhe këtë herë nuk është vetëm talenti i tij që po bën buj, por edhe një super bashkëpunim me labelin 316 Music dhe DJ-in e tij të pandashëm DJ Gimbon. Kënga e re Gasolina, e cila pritet të publikohet së shpejti, është paralajmëruar si një ndër hitet më të mëdha të kësaj vere. Ajo sjell ritme eksplozive, energji verore dhe një performancë vokale që dëshmon se gjesti nuk është thjesht një emër i njohur nga televizioni, por një artist me vokacion dhe përkushtim të rrallë. Regjistruar direkt pas kthimit të tij nga Amerika, kënga është fryt një pune intensive në studio, ku nuk ka munguar netët pa gjumë, eksperimentet muzikore dhe bashkëpunimet e ngushta me një ekip profesionistësh që besojnë në vizionin artistik të gjestit. Do me thënë, pa marrë parasysh që për gjestin rrugtimet janë të lodhshme, shumë orë pa gjumë, pritje deri në orët e para të mëngjesit për të ngjitur në skenë, elektrizim skenik, një performancë fantastike, lëvizje të çuditshme, energji të bukur, gjithmonë e bën rrugtimin e gjestit edhe më të vështirë, por në fakt në qoftë se gjesti nuk do të kalon nëpër këto gurët e vështirë, nuk do të cilësoheshte si një nga këngëtarët me energjinë më të bukur, ku në fakt edhe vetë Ledri Vula, do të kthehemi disa ditë më parë, në intervistën e tij tha që unë do dua vetëm ta shikoj gjestin duke regjistruar vokalin e tij në një studio dhe dua ta shoh nga afër energjinë e këtij djalit. Por nuk është e gjitha kjo, do të thënë nuk është e gjitha kjo tek gjesti, nuk është vetëm kënga Gasolina, nuk është vetëm realizimi i kësaj kënge, nuk është vetëm përshkrimi i skenarit se si do të xhirohet ky klip, çfarë do të mban brenda ky klip, çfarë skenash do të jenë, çfarë arti brenda do të ketë dhe si do tërhiqet publiku. Menjëherë pas finalizimit të projektit Gasolina, gjesti është nisur drejt Gjermanisë për koncertin e tij të radhës që do të mbahet më datën 28 qershor në një nga diskotekat më të mëdha të vendit. Sipas informacioneve që kemi siguruar nga burime pranë organizatorëve, përballja me një publik kaq të madh ka qenë një sfidë e vërtetë.
fluksi jashtëzakonshëm i njerëzve që kanë kërkuar të rezervojnë bileta për të parë gjestin live, ka detyruar organizatorët që të bëjnë marrëveshje me një hapësirë që zakonisht pret yje ndërkombëtare të muzikës. Domethënë në diskotekën apo në klubin që do të performoj gjesti, po t'i hedhim një sy dhe nga informacione që kanë dhënë organizatorët, është një klub që performojnë artin e tyre këngëtarët me famë botërore. Do me thënë është një klub me një pamje gjigande, me një pamje fantastike, do me thënë një investim diskoteke qindra miliona euro, do me thënë është një klub që unë e kam thënë edhe në për komentimet e tjera, organizatorët që marrin gjestin në për koncerte, sigurisht që ka një sfidë në vete që të realizojnë një sken gjigande, një sken të bukur, sepse vetë fluksi i publikut vetë gjesti mban një peshë shumë të madhe. Biletat janë pothuajse të shitura plotësisht, ndonse koncerti është vetëm disa orë larg. Ajo që bie në sy është se shumë prej gurbe të qarve shqiptar, të cilët zakonisht kthehen në atë dhe në fund të qershorit, këtë herë kanë vendosur të shtyjnë nisjen vetëm për të qenë prezent në këtë event. Kjo dëshmon jo vetëm dashurinë e publikut për gjestin, por edhe ndikimin e jashtëzakonshëm që ai ka krijuar në zemrat e shqiptarëve anë mban botës. Do të thënë ky është lajm i vërtet, ma kanë konfirmuar sepse më kanë shkruar shqiptarë të cilët do të jenë më datën 28 pjesë e këtij koncerti madhështor, më kanë thënë Tiranë ne kemi anuluar dhe udhëtimin për në Kosovë, për në Maqedoni, vetëm për të parë gjestin nga live. Do të thënë për të qenë pjesë e këtij koncertit, kjo tregon edhe një herë dashurinë e madhe dhe impaktin që ky djalë ka te publiku. Energjia, karizma dhe përkushtimi i gjestit janë bërë marka e tij. Ai nuk është më vetëm një këngëtar që performon, ai është një përjetim i gjallë për publiku, një figurë që di si të krijojë atmosferë, të ndesë skenën dhe të bëjë çdo koncert të dihet si një festë kolektive. Performanca e tij në Gjermani pritet të jetë një nga ato netët që do të mbahen më të gjatë në skenën e muzikës shqiptare në diasporë. Pas këtij koncerti, gjesti nuk ka plan që të ndalet. Agjenda e tij është e mbushur me data në vende si Europa, por edhe si Shqipëria, Kosova e Mali i Zi. Ndërkohë që përflitet edhe një tur në Shqipëri, në muajin korrik, në Ulqin. Përveç kësaj, artisti është në negociata për disa bashkëpunime që mund të shënojnë një hap të ri në karrierën e tij muzikore. Në këtë rikthim të fuqishëm, një gjë është e qartë, gjesti po jeton një fazë kulmore të karrierës së tij, ku suksesi në Big Brother ka qenë vetëm një trampolinë drejt një rrugtimi artistik edhe më të ndritshëm, dhe Gasolina është vetëm fillimi i një vere që përton të jetë eksplozive si në skenë ashtu edhe në zemrat e publikut. Vetëm pak orë na ndaj nga një natë që premton të jetë magjike. Gjesti me gjithë energjinë e tij unike është gati të ndesë jo vetëm skenën, por edhe zemrat e mirave shqiptar në Mërgat. Le të jemi të gjithë bashkë për këtë festë muzikore që pritet të thyej çdo rekord. Në fakt të gjithë tashmë jemi sy e vesh drejt datës 28 për të ndjekur koncertin e radhës të gjestit dhe për të sjellur pranë jush atë gjën e bukur që vetëm gjesti di ta bëj, miksin mes atmosferës, pozitivitetit dhe këngëve të bukura të dashurisë.